lufta në lindjen e mesme sa vjen e përshkallëzohet. Irani ka nisur mëngjesin e sotëm sulmin e parë me raketa ndaj Izraelit në udhëheqjen e liderit të ri suprem, Mojtaba Khamenei. Çfarë po ndodh? Po, në fakt, ne jemi duke munduar që të ndjekim zhvillimet e sigurisë në lindjen e mesme përkatësisht situatën e krijuar mes Izraelit dhe Iranit, ku është përfshirë dhe janë përfshirë pak të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe është një situatë mjaft komplekse dhe mjaft shqetësuese për faktin që tani më kemi luftime të ashpra ku Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen që të bëjnë të pamundurën që në këtë rast Irani të mos arrijë që të ketë në posedim armët bërthamore, me çka do të rrezikonte sigurinë e vendeve të gatishullit arabik, po ashtu edhe vendeve të tjera për shkak kapaciteteve që mund të kenë armët bërthamore. Po ashtu ne kemi parë edhe një angazhim në fakt edhe në aspektin politik të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe partnerëve të saj që më parë të pezullonin këtë lloj përpjekje të Iranit, por që ishte i pamundur. Ne siç e kemi trajtuar deri më tani, ky përshkallëzim i situatës sigurisë ka prekur vendet e gatishmit të Xhirit përkatësisht, gatishmit arabik të Xhirit atje, dhe po ashtu ka pasur një përpjekje për ta kërcënuar edhe sigurinë e vendeve të tjera, përfshirë këto edhe Shtetet e Bashkimit Evropian, apo edhe disa kërcënime për vendet e gatishullit ballkanik. Ne nuk shohim ndonjë rrezik për shkallëzimin e situatës sigurisë, duke u bazuar në dy fakte. E para se SBA dhe partnerët e saj janë sinqerisht dhe seriozisht të angazhuar për të zvogëluar perimetrin e rrezikut që mund të vijë nga angazhimi i Iranit, dhe dyta se Irani duket që nuk ka një kapacitet, një performancë për të përballur me angazhimet që do të kenë në të ardhmen, apo mund të themi shumë shpejt SBA-ja dhe partnerët e saj për ta detyruar Iranin që të zbatojë tri prioritetet kryesore që ka SBA-ja. Do të thotë përjashtimin apo pezullimin e mundësisë që Irani të ketë armë bërthamore, e dyta që të mos lejoj rrezikun e mototjeshme të vendeve fqinje të Iranit përkatësisht të vendeve të gatishullit arabik, dhe e treta ndryshimin e qeverisjes apo regjimit atje. Ne jemi të vetëdijshëm që kjo përpjekje e Iranit me një udhëheq të ri përkatësisht birin e udhëheqit suprem të Iranit është një lloj përpjekje për ta ushtruar një lloj presioni ndaj SBA-s dhe partnerëve të saj dhe për të pasur një bisedim i cili do të cilëte edhe rezultate për Iranin. Atëherë Khamenei është gjitur në krye të Iranit pas vdekjes së babait të tij. Por a mendoni ju se ky klerik 56 vjeçar që nuk ka mbajtur kur poste qeveritare do të jetë akoma më jashtë për Sejati? Unë kujtoj që struktura përgjegjëse të ajetollave që në fakt emri i përvetshëm në rastin konkret nuk paraqet ndonjë ndryshim, e sidomos kur morëm parasysh faktin se i njëjti nuk ka pasur as edhe një herë të vetëm përvojën apo një angazhim direkt në çështjet që kanë të bëjnë me udhëheqje politike. Thjesht është një njeri i cili vjen jo për shkak të kapaciteteve të tij qofshin politike apo të tjera, por thjesht për shkak se është i biri i shudhëheqit apo liderit suprem të Iranit. Kjo mund të ketë dy benefite. E para se personat caktuar të cilët e kanë vendosur që ta sjellin për nder të atit në krye këtë person mund ta përdorin për të përshkallëzuar apo për të rënuar akoma më shumë Iranin kundrejt një angazhimi mund të themi të menduar mirë, apo dhe tjetra që të shfrytëzojnë kuptimin e mirë duke i treguar për pasojat që mund të kenë qytetarët iranian apo shteti i Iranit dhe të ulen në bisedime, por që në fillim duhet të tregohet se i njëjti do të vazhdojë angazhimet siç ka pasur babai i tij. Putini ka uruar liderin e ri të Iranit dhe ka thënë se Rusia do t'i japë mbështetje të pakushtëzuar, duke e quajtur sërish sulmin ndaj Iranit një agresion të armatosur. Jemi të vetëdijshëm që Rusia, Kina dhe vendet e bllokut që kundërshtojnë demokracinë, rendin dhe qetësinë në lindjen e mesme, që në fakt janë të angazhuar në vazhdimsi për të minuar çdo përpjekje të SBA-s, në qoftë edhe në lindjen e mesme, apo për të sjellur
paqen për gjithmonë në atë zonë dhe në botë, do të mbështesin të birin e ish liderit suprem, sepse edhe me babajnë e tij kishin vepruar njëjtë duke nxitur drejt programeve bërthamore për ta rrezikuar gjirin, për ta rrezikuar gabishun arabik, për vetëm qëllim për ta mund të themi për ta shfrytzuar më pas drejt burimeve të naftës edhe për të ushtruar presion tek shtetet të cilat mund të themi kanë ndikimin e fuqishëm në OPEC të prodhimin e derivateve. Të janë të njëjta. Ne kujtojmë dhe besojmë që inteligenca iraniane duhet të ketë parasysh që në këtë rast Rusia dhe Kina kanë interesat e tyre për blerë naftin apo derivatet me çmime jashtë rregullt dhe për të bërë presion angazhimeve tjera të shërbimit të partnerëve të saj në rindkëmbjen e ekonomisë globale, përfshi këto edhe ato të lindjes mesme, posaçërisht Iranit dhe vendeve të cilat në fakt janë rreshtuar krah bllokut kundër demokracisë, rendit të cilësisë dhe zhvillimit në përgjithësi. Cilat janë vendet e tjera arabe që rrezikohen më shumë nga ky konflikt? Në fakt, siç dihet, edhe siç është në këtë rast e dukshme, Irani po godet vendet e zhvilluara. Kuvajtin, Katarin, Emiratet, Omanin, nuk ka rrezikuar Saudin, nuk ka ushtruar angazhime ushtarake drejt vendeve të tjera që konsiderohen të dobta në aspektin ekonomik. Ju kujtohet që vizita e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këto shtete dhe marrëveshjet për shkëmbime tregtare që kanë prek triliona dollar, padyshim që kanë goditur në mënyrë drejt për drejt interesin kinez dhe amerikan. Dhe kinezët, interesin kinez dhe rus. Dhe në këtë rast rusët dhe kinezët duke parë impaktin që SBA ka në marrëveshjet e reja tregtare me shtetet të fuqishme në Gabishun Arabik, thjesht kanë nxitur Iranin drejt mund të themi një performance se përket prodhimit apo programit bërthamor, me çka dhe kanë dërguar situatën në lindjes mesme në një situatë të tillë çfarë e shohim sot. Prandaj mund të them që ne jemi të bindur që SBA, inteligjenca e saj dhe partnerëve të saj i ka analizuar me kujdes në kohë reale të gjitha angazhimet edhe Rusisë, edhe Kinës, dhe bllokut kundër rendit të cilësisë në zonë, me qëllimin e vetëm që të sjellë paqen për gjithmonë atë pjesë. Ne dimë që shtetet me të cilat SBA ka marrëdhënie, siç përmenda më parë, janë ata që rrezikohen më shumë dhe të gjitha prerrat që deri më tani janë drejtuar kundrejt vendeve të tjera jashtë Iranit janë vendet e Xhirit, përkatësisht vendet e pasura Kuvajti, Katari, Emiratet, Omani, Arabia Saudite, por jo edhe shtetet me të cilat sadokudo Rusia ka një lloj bashkëpunimi deri diku. Ne kemi kuptuar që ka pasur në disa rakete në drejtim të Irakut, por në fakt ato janë drejtuar vetëm në ambasadën amerikane dhe në asnjë mënyrë në lokacione civile siç ka ndodhur në vende të tjera, posaçërisht në Emiratet ku janë goditur edhe kurtët. Prandaj në këtë rast ne shohim që këto vende do të besin të rrezikuar dhe për pak javë derisa SBA dhe partnerët e saj në vazhdimsi perimetrin e rrezikut po e zvoglojnë dhe besoj që brenda maksimumi 2 javësh do ta sjellin rrezikun apo perimetrin e zhvillimit brenda të kufeve të Iranit. Një ditë më parë, kryeministri Rama ka deklaruar se siguria e shqiptarëve në rajon do të jetë prioritet dhe se spekulimet për sulmet të Iranit në Shqipëri ushqejnë shpresa të kota për rrëzimin e tij. Keni një koment për këtë deklaratë? Ne kemi pasur adresime në lidhje me rrezikun që mund ta ketë Kosova apo Shqipëria pas disa deklaratave të ndryshme qoftë nga analistë, qoftë nga ekspertë apo edhe nga burimet të ndryshme të mediave ndërkombëtare. Ne kemi thënë dhe vazhdojmë të themi se nuk ka asnjë rrezik, nuk ka performancë Irani për të rrezikuar sigurinë e Shqipërisë apo të Kosovës. Ne dimë kapacitetet e raketave të cilat mund të fluturojnë deri në maksimum 1500 km dhe Shqipëria në fakt edhe Kosova mbesin jashtë rrezikut eventual nga Irani, por që jemi të sfiduar në aspektin e sigurisë ekonomike, kemi parë që jemi prekur nga problemet me derivate, jemi prekur edhe nga çështjet që do të kemë me inflacionin. Ajo që për Shqipërinë mbetet një rrezik është sulmet eventuale kibernetike nga Irani, të cilat në të kaluarën kanë treguar që janë sfidë
për organet e rendit, posaçërisht ato që merren me sigurinë kibernetike, dhe në këtë aspekt ne kemi bërë thirrje Tiranën zyrtare dhe në fakt vendeve të rajonit që të kenë kujdes sepse Irani mund të godas në çështjet që lidhen me sigurinë kibernetike. Gjithashtu duhet të përmenda një fakt tjetër që Irani të kaluarën ka mbështetur grupe terroriste dhe mund që të jetë një sfidë serioze të organizimeve sigurisë brendshme nga grupe apo celula të fshehura të Iranit që mund të ketë në kodër të kufeve shqiptar, e që në fakt inteligenca e Shqipërisë duhet të punojë fuqishëm për të siguruar informacione nëse brenda Shqipërisë kem celula të cilat mund të organizojnë sulme terroriste. Dje ka ndodhur një shpërthim në ambasadën e SBA-s në Oslo. Mendoni se ishte një goditje ndaj SBA-s apo çfarë? Në fakt pikërisht kjo ishte ndoshta edhe arsyeja pse unë bëra këtë thirrje që të ketë kujdes sepse mund të ketë persona cilët për një kohë gjatë kanë operuar brenda territorit shqiptar dhe mund të përdoren nga Irani për të bërë veprime të ngjashme siç kanë bërë me Oslo. Nuk ka informacione akoma të sakta apo të konfirmuara nëse ky sulm terrorist apo është sulm terrorist në Oslo dhe lidhet me Iranin, por që në fakt dyshimet e para dërgojnë në atë pjesë ku Irani po dëshiron që tregoj se mund të rrezikoj përmes këtyre lloj sulmeve vendet të cilat eventualisht janë të gatshme që të mbështesin mund të themi Amerikën në ekspeditën e saj që ka bashkë me partnerët e saj në Iran. Thjesht ne jemi të bindur që SBA-ja i ka analizuar dhe partnerët e saj qofshin ato edhe në Norvegji, në këtë rast në Oslo, i ka analizuar këtë pasojë dhe do të marrin mosat e nevojshme për të siguruar informacionet e nevojshme për të siguruar burime të ndryshme në lidhje me rreziqet që mund vinë. Pak minuta më parë, zëdhënësi ministres së jashtme Bagej ka drejtuar gishtin drejt vendeve europiane duke i akuzuar se po japin zemër SBA-s dhe Izraelit për të na sulmuar. Apo rrezikohen dhe vatra të tjera rreth nesh? Në fakt Irani më shumë ka, mund të themi, një angazhim në pjesën e propagandës atë ushtarake. Siç e thatë edhe ju, ka pas disa adresime rreth rrezikut që mund ta ketë Evropa për shkak të çelës që i ka dhënë SBA-s dhe pikërisht këtë lloj propagande për shkaktuar panik tek qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian apo vendeve të tjera, Irani po e bën në mënyrë që mos të jetë mbështetje qytetarë tek qeveritë të cilët mbështesin SBA-n dhe Izraelin apo partnerët e tyre në luftën me Iranin. Ne jemi të vetëdijshëm që deri më tani nëse Irani do kishte kapacitete për të sulmuar vendet e Bashkimit Evropian, nuk do të i kishte kursyr, sepse nuk e ka kursyr as Omanin, me të cilin neve minimalisht kemi konsideruar që ka një lloj marrëdhënie dhe mund të jetë një vend me të cilin do të kishte mund të themi një performancë të kuptimit të jo agresore ndaj vendeve të Gabimit Arabik. Thjesht ajo ka lëshuar raketën në drejtim të vendeve ku ka arritur, pas një tentativë në drejtim të Shqipërës, në vend ku është dikon rreth 1000 kilometra larg vijës zjarrit në fakt me Iranin, që është edhe mund të jetë arritshme, por që ishte pasuksesshme, dhe pat një tentativë për të përdorur eventualisht korridorin virgjin të NATO-s që vjen përmes Turqisë, e që në fakt edhe aty mori përgjigjet e nevojshme nga NATO dhe nxit një reagim të vetë Turqisë ndërtore dhe vendeve të tjera për të pasur ndoshta një angazhim të ri drejtim sulmeve që vinë drejtim Tiranës. Sipas burimeve nga diplomatët, rreth 500 vizitorë shqiptar janë larguar nga Emiratet. Keni ndonjë informacion mbi këtë ngjarje dhe aktualisht sa shqiptar ndodhen në lindjen e mesme sipas burimeve tuaja? Fillimisht duhet përmend faktin që vetëm në Dubai janë mbi 30.000 shqiptarë që jetojnë atje. Numri i shqiptarëve që jetojnë në lindjen e mesme sigurisht është i madh, po flas të shqiptarëve të cilët kanë shkuar kohëve të fundit për të jetuar, ndoshta 20 vitet e fundit apo 30 viteve të fundit, sepse nëse analizojmë shqiptarët të cilët janë të kaluarën, është numri shumë i madh në Gjep, në Siri, në vendet e tjera që mund të shkojnë në miliona njerëz, por në fakt këto që janë së fundi me angazhime të ndryshme në vendet e lindjes mesme mund të shkojnë mbi 200.000 persona. Deputeti Dritan Sheu ka akuzuar qeverinë se ka braktisur shqiptarët në mes të konfliktit me lindjen e mesme, më saktë rreth 3500 shqiptar. Jeni dakord me të? Në fakt ne i trajtojmë çështjet në aspektin sigurisë.
Dhe kujtojmë që Shqipëria zyrtare duhet të kishte vendosur kontakte e vazhdueshme me qytetarët shqiptar të cilët janë të vendosur në vendet e ndryshme të lindjes mesme, sidomos në Emirate, ku fokusi më i madh i shqiptarëve është në atë zonë, në mënyrë që t'i ofronte mundësi të sjelleshin apo të siguronin transport për të sjellur në brenda territorit shqiptar. Ne pam një përpjekje në Maqedoninë e Veriut, ku mbrëm një aeroplan atëruar, ka sjellur një numër të madh të qytetarëve të ndryshëm nga Dubai, dhe besoj që kjo praktikë dhe kjo formë duhet djegët edhe nga Shqipëria, Kosova. Edhe pse si thash më parë, numri i shqiptarëve të cilët nuk po flas vetëm të shqiptarët e Shqipërisë, por përgjithësi të Kosovës, Maqedonisë së Veriut, apo edhe pjesëve tjera, mund të kaloj në gjithë lindjen e mesme mbi 200.000 persona që kanë filluar, mund të them, nga vitet e 90 për të jetuar atje, ndërsa numri i personave shqiptar që jetojnë në lindjet mesme po të vjetra është shumë më i madh. Faleminderit shumë për kohën. Uroj që në takimin e ardhshëm të bisedojmë rreth përfundimit të luftës atje dhe mundësisë që përmes negociatave të zhvillohen marrëveshje apo të arrijnë marrëveshje paqësore dhe në asnjë mënyrë të flasim për çështje të cilat janë jo vetëm të rrezikshme për rajonin, por për gjithë globin.